Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka ardhur me një njoftim zyrtar në lidhje me arrestimin e drejtuesit të policisë rrugore të kryeqytetit, Roven Zeka, dhe dy zyrtarë të tjerë, përkatësisht Edison Tabaku, oficeri i policisë gjyqësore, dhe Sokol Novaku, shefi i sektorit të aksidenteve në Tiranë. Në 18 prill, 3 zyrtarët u vendosën në pranka për korrupsion pasiv, pasi pas një aksidenti të ndodhur më 16 prill, SPAK thekson se drejtori Zeka dhe 2 të tjerë kanë marrë para nga një grua identifikuar si Anisa Vrioni, e cila kishte bërë aksident, që prej tyre të mos referohej çështja në prokurori dhe për aksidentin dhe të mos nisin hetimet. SPAK informon se nga përplasja e 2 automjeteve, 5 persona që udhëtonin në njërin nga makinat u dërguan në spital për të marrë ndihmën mjekësore. Raportohet se efektivet e rrugores i kanë kërkuar familjarëve të shoferës Anisa Vrioni pagesën prej 2.000 eurosh që të mos e arrestonin. Shuma e parave është kërkuar që të dorëzohej brenda një kohe të shkurtër dhe siguruar nga bashkëshorti i saj mendimin e personave të tjerë. Urdhri i ndalimit për 3 zyrtarët është ekzekutuar nga Byroja Kombëtare e Hetimit në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Gjatë kontrolleve të kryera për llogaritë të këtij procedimi penal, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shumat prej 2.500.000 lekë dhe 26.000 euro.